Të nderuar miqtë e Veriu Sporti me përsëri drejt për drejt nga Elbasan Arena, ka nisur pjesa e dytë më njëherë me gol për Elbasanin. Meridian Ramçaj është i ftuar jemi radhës një sportdashës i pasionuar i vazhdimit si ndjek vazhdim në çdo cep të Shqipërisë, në Loro Burriçin Tiranë, por edhe sot në Elbasan Arena. Tifozi vazhdimit e ke deklaruar publikisht në mediat zyrtare të Tiranës. Shkojtë që në marrë të tifozi vazhdimit, tifozi futbollit bukur, tifozi të futbollit, tifozi aty që son futbollin shqiptar. Ndeshjen e sotme shumë emocione, pjesa e parë pati probleme, një karton i kuq. Shumë neshë luftuar, neshë shumë e tensionuar, tregon edhe fakti që janë 6 kartona nga 45 minuta që janë shumë të neshë, e nuk e kuptoj pse është gjithë tension edhe në stadium, po edhe në fushë kombëtare, tani ta shpjegoj. O nuk e shohim neshë që deri diku i ka gjitha rezultatet dhe pse ne volosim me detajtar. Kemi pas 2-3 raste të mira në pjesë parë, mendoj se ka akoma lojë, ta shohim, nuk kam besim deri në fund. Për rezultat pozitiv. Ky gol kaq i shpejt i pësuar me startin e pjesës së dytë. Mendoni se edhe me një futbollist me pak Vllaznia ka një armë psikologjike më shumë. Vllaznia tashmë ka një armë psikologjike më shumë që është, për mendimin tim nuk ka asgjë më për të humbur, do të hedhë gjitha në sulm, kështu që besoj se presioni duhet të jetë tek Elbasani dhe tek Vllaznia për ta marrë rezultatin. Thamë më herët keni një tifoz i spikator i Vllaznisë, se keni shprehur vazhdimisht, por edhe në spektaklet organizuara ku keni qenë pjesë për ato që njohin është Meridian Ramçaj, pjesë Big Brother VIP në një spektakël me vërtet shumë i ndjekur. Dhe me që jemi në praktë e fundit vitit, mund kemi ndonjë Meridian Ramçaj përsëri në Big Brother 2025. Besoj që me datë 20 do kemi në Big Brother një Shkodran, që është shumë tip. Tifozi Vllaznisë vllai, nga këto tifozët e thekur, po tani më surprizë, mos më thoni për emra se nuk ja ofroj. Po do të surprizë për gjithë ju. Meridian, unë do doja ekskluzivisht për Veriu Sport të na e thoni kush është ky Shkodrani. Është tifoz i çmend i Vllaznisë vllai, ka ditë të po unë do ta lej surprizë sepse e ka dash surprizë dhe produksioni gjithë unë do ta lej surprizë. Do vazhdoj të ndjej. Shkodran që ka jetuar jashtë Shqipërisë, që është rikthyer. Shkodrani është Shkodran që jeton në Shqipëri, kështu që e keni në Shkodër atë. Të presim, por ta mbyllim ndonjëherë me parashikimin e kësaj ndeshje, që po vazhdon të jetë të luftuar. Shpresoj të 1-1. 1-1 dhe këson Meridian Ramçaj. Faleminderit. Është personazhi i Big Brother VIP 2023.